është kënaqësi të jem sot këtu me ju, si pjesë e një nisme të rëndësishme në kuadër të programit Erasmus+, për forcimin e kapaciteteve në arsimin dhe aftësimin profesional në Kosovë dhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Një projekt që synon të përgjigjet nevojave në rritje për aftësi të reja, sidomos ato që lidhen me tranzicionin e gjelbër dhe digjital, dy shtylla që frymësojnë dhe plotësojnë më tej të ardhmen e tregut të punës, si në Bashkimin Evropian, ashtu edhe në rajonin tonë. Nisma të tilla janë në linjë të plotë me politikat e qeverisë së Kosovës dhe Ministrisë së Arsimit, si pjesë qendrore e dokumenteve tona strategjike dhe veprimeve konkrete. Duke vënë arsimin dhe aftësimin profesional në mesin e 5 prioriteteve kyçe në strategjinë e arsimit, treguam se kuptojmë drejt rëndësinë e padiskutueshme të përgatitjes së kuadrëve për tregun e punës. Këtë e kemi dëshmuar me ringjalljen dhe konsolidimin e arsimit dual brenda një periudhe 3 vjeçare, me rezultate të larta dhe qartë të dukshme. Konkretisht, vetëm brenda muajit të fundit, së bashku me kryeministrin Kurti dhe ministrin Agasi, shënuam diplomimin e gjeneratës së parë të maturantëve të arsimit dual në shkollat tona profesionale në Prishtinë, Skenderaj dhe Gjilan. Projekti Green Bridge ka për qëllim pikërisht fuqizimin e ofruesve të arsimit dhe aftësimit profesional në Kosovë dhe Bosnjë dhe Hercegovinë, duke u ofruar mësimdhënësve trajnime të specializuara në fushat e aftësive të gjelbra dhe kompetencave digjitale, të cilat do të mund t'i transmetojë më tej tek nxënësit dhe punëkërkuesit e rinj. Kosova ka një rini energjike me potencial të jashtëzakonshëm. Projekte të tilla në bashkëpunim me institucionet dhe agjencitë përkatëse janë një hap i madh drejt qëllimit të përbashkët. Në këtë kuadër, bashkëpunimi mes shkollave profesionale në rajon dhe ndërmarrjeve është thelbësor. Kosova dhe rajoni kanë nevojë për projekte të tilla, të cilat shërbejnë si ura lidhëse për të siguruar që përgatitja profesionale të jetë në përputhje me kërkesat reale të tregut të punës. Pikërisht këto ura lidhëse synon të ndërtoj projekti Green Bridge, një lidhje funksionale ndërmjet sistemit të arsimit dhe aftësimit profesional, aftësive të gjelbërta dhe kompetencave digjitale për një të ardhme evropiane. Shpreh besimin se të gjithë do të jeni pjesë aktive e këtij projekti dhe do të kontribuoni në krijimin e një ekosistemi të qëndrueshëm, arsimor dhe profesional që përgatit të rinj për një të ardhme. Ju siguroj si Ministria e Arsimit mbetet të përkushtuar në mbështetjen e saj të pakurthyer për këto procese. Ju falenderoj dhe ju dëshiroj punë të mbarë gjatë seancës së sotme. Faleminderit. Unë, dhe me thënë, mund t'ju them lirisht që vërtet kjo është një nismë, si që përmendi dhe zotri këshilltar, që është tepër e rëndësishme, dhe me thënë zhvillimi i aftësive të gjelbërta dhe digitalizimi i kompetencave që ndikon realisht në zhvillimin ekonomik dhe krijimin e një ekosistemi të qëndrueshëm. Unë mund t'ju them që Agjencia për Arsim Profesional tani më është veç në vazhdën e shumë bashkëpunimeve ndërkombëtare, ku ky është njëri ndër projektet që ne jemi partner, do të thënë jemi antar të asociacione të rëndësishme evropiane, siç është EVVB-ja, EFTA dhe EFVET. Pastaj jemi edhe implementues të disa projekteve nga Erasmus Plus dhe të Komisionit Evropian, do të thënë në kuadër të qendrave, sepse ne kemi 6 qendra të kompetencës, do të thënë disa veç janë realizuar në përfundim dhe disa janë në proces tani. Kështu që edhe agenda e gjelbërt, si që tha dhe këshilltari, do të thënë parashifet në shumë dokumente strategjike të rëndësishme që ne realisht jemi konform tyne, si që është strategjia e arsimit të Kosovës 2022-2026, ku shumë qartë cek si prioritet, dhe më thënë, harmonizimin e arsimit të aftësimit profesional me zhvillimet teknologjike dhe nevojat e tregut të punës, cek shumë qartë dhe digitalizimin të arsimit,
Gjë që kjo vërtet ka reflektu deri më tani, dhe me thënë ka rezultate, por duhet ende bërë. Ne si që po e shifni, jemi dy shtetet të Ballkanit Perëndimor që jemi të përfshira, dhe me thënë Kosova dhe Bosnia e Hercegovina, dhe besoj që me bashkëpunimin me të gjithë ju, do të arrim që të përmisojmë, do të thëmë të arrim deri tek shkatësitë e gjelbërta dhe deri tek digitalizimi. Që është bërë një krahazim dhe e dim paka shumë ku jemi, do me thënë me këto nivele të këtyre. Mbetet shumë për të bërë, do me thënë nuk mjafton vetëm të përfundoj një projekt, por si dihet qëllimi i projektit është shumë i qartë, do me thënë që të bënë trajnimin e mësimdhënësve për ngritjen e shkatësive të gjelbërta. Si projekt, edhe ky Green Bridge, si shumë nisma tjera të filluara më herët, e sheh arsimin si shtyllë për zhvillim të qëndrueshëm të shoqënisë. Andaj ndonse modest në buxhet në afat, ai përqendrohet me forcu themelet e nevojshme për transmetimin efektiv të dy aftësive në këtë rast, aftësive të gjelbërta edhe aftësive të digjitale, të cilat të dy këto aftësi shihen në marrëveshjen e gjelbërt evropiane, njohur si Green Deal ose në agjendën për Ballkanin Perëndimor, agjendën e gjelbërt për Ballkanin Perëndimor, shihen sikur aftësitë më kryesore të cilat duhet të përshtaten ose kurrikulaci duhet të përshtaten për ta furnizuar tregun e punës me fuqi punëtore që i nevojitet. Kjo është synimi kryesor i projektit. Lejoni t'i prezentoj disa rezultate të prekshme të cilat synohet të arrihen përmes projektit. Disa dhe u përmenden, pra do të fillohet me një studim që veç ka fillu. Disa prej jush edhe mund të jetë që kanë qenë dhe pjesë e hulumtimit ose studimit kur i kemi bërë intervistat me ekipen. Pra do të filloj me një studim për të na jepur një skanim të situatës se ku gjendemi sot. Është bërë një mostër, janë trajtu, më thonë, shkollat në dy vende, dhe më thonë në Kosovë dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Përmes këtij studimi, ai do të na informon neve se çfarë përmbajtje me i bë kurset. Kurset do të zhvillohen nga partnerët tonë nga Malta dhe Bullgaria, të cilat po ashtu do të lansohen në një platformë digjitale që do të jetë e mundshme për pedagog me u qasë dhe me marrë trajnimin fillimisht dhe pastaj mu certifiku. Pra, flasim për 24 certifikime që do të ndodhin në kuadër të projektit, zhvillimin e kurseve edhe trajnimin e pedagogëve. Trajnimi i pedagogëve do të ndodhë në dy shtete, në Bullgari edhe në Maltë. Do thonë, trajnimet parashihen me qenë 2 herë ka 4 ditë, kështu. Këto janë disa rezultate të prekshme të projektit. Pra si qëllim kryesor i krejt këtij projekti është thjesht me çu ujë aty ku krejt popolin e që është me kontribu me ngrit aftësitë dhe kapacitetet tona të arsimit profesional në këto dy tema, që edhe njerë po e theksoj, po konsiderohen si aftësi shumë të rëndësishme, sidomos për bizneset që duan të mbajnë hapin me trendin e zhvillimeve botnore dhe teknologjike, më thonë aftësitë të gjelbërta edhe digjitale. Për më shumë detajet e projektit, e kemi bërë një broshurë që pak a shumë këtu janë gjitha detajet tjera që tregon ecurinë e projektit se çka do të realizohet. Dy partnerë tjerë në skuadrën të konsorciumit është Aveta, cilën te kursej ta mi hajtu mi vendos kompetencen, por shumë vështirë në Kosovë ishte pak të ngritët ky numër edhe të përfshihen të gjithë. Si shkollë me profile që i ofrojnë në kuadër të projektit. We have produced some platforms similar to the one that we're going to